E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV me ngjarjet, me lajmet më të fundit. Pikpyetje shumë të mëdha, lajme shumë të mëdha, uh, qëndrime gjigande. Do të ndalojmë të kuptojmë se cili do të jetë roli i Leonora Jakupit në Big Brother VIP Kosova 4. Ka disa ditë që ka qarkulluar lajmi se këngëtarja kosovare Leonora Jakupi do të jetë pjesë e këtij formatit. Burimet konfirmuan se këngëtarja do të jetë në rolin e opinionistes. Gjithçka është gati dhe tashmë fansat po presin me padurim ta shohin atë në një dimension ndryshe. Tani, Leonora Jakupi përflitet zyrtarisht që do të jetë opinioniste në Big Brother VIP Kosova 4. Roli i Leonorës do të jetë një rol shumë i rëndësishëm, sepse unë si komentues si Big Brotherit e kam thënë gjithmonë që opinionistët vërtet kanë bindje të tyre që nuk përafërsohen me qëndresën e shtëpisë, por është një rol i rëndësishëm sepse duhet të japin verdiktet e tyre. Tani unë Leonorën, si të gjithë ju, e njoh paqësore, e njoh të dashur, e njoh pozitive, e njoh të qetë. Nuk më duket një gocë e cila do të eskalon nga vetja, nuk më duket një gocë e cila do të del nga normaliteti, por në qoftë se përzgjedhja është për Leonora Jakupi dhe Xheneta Fetahu, sepse edhe Xheneta do të thënë e ka lënë të hapur më mundësinë që do të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosova 4, besoj që do të ishte një kombinim interesant. Do të ishte një kombinim me dy pole të kundërta dhe me një kulm interesant në këtë mes. Më thënë, do krijoheshte dinamik, do krijoheshte një vurgull i ngjarjeve, i lajmeve, i pikpyetjeve të mëdha rreth këtij reality show, por gjithsesi mendoj që Leonora Jakupi ndoshta jo që në natën e parë, por do të jetë ajo goca e qetë që do të fiton edhe më shumë dashuri tek publiku shqiptar, edhe më shumë energji pozitive tek publiku shqiptar. Tani, sipas hamencimeve dhe sipas lajmeve lartë dhe poshtë dhe burimeve të afërta, Xheneta Fetahu dhe Leonora Jakupi do të mbeten opinioniste, por kjo në fakt mbetet për të kuptuar në ditët në vazhdim. Leonora nuk është se ka ndonjë reagim në Instagram, po të kontrollojmë Instagramin e Leonora Jakupit nuk do të shohim asnjë gjë rreth Big Brother dhe qëndrimeve të ndryshme që Leonora mund të mbanë rreth kësaj ngjarje. Nuk është se ka dalur dhe ka folur që jam apo nuk jam, nuk është se ka hamencuar, po thjesht do me thënë është ajo e cila ka komunikuar deri diku me publikun dhe e ka lënë si gjë të hapur. Leonora Jakupi, opinioniste në Big Brother VIP Kosova, do shem sonte.